Në Mullet të Tiranës po bëhet një ndërtim në një nga fshatrat turistik të kësaj zone. Kjo është pjesë e administrimit të komunës Petrel dhe Inspektorati Urbanistik Kombëtar ka kallëzuar penalisht kryetarin e komunës, zoti Ylli Kupi dhe stafin e tij se ky ndërtim nuk është hedhur në regjistër dhe akuza është për shpërdorim detyre të kryekomunarit. Drejtoria i NUK Dallan Dyshebici tha se komuna nuk ka marrë asnjë nga masat e parashikuara nga ligji për mbrojtjen e territorit. Nisur nga këto shkelje, Inspektoriati Kombëtar Urbanistik kallëzon penalisht kryetarin e komunës Petrel, zotin Ylli Kupi, anëtarët e Këshillit Teknik të kësaj komune, për veprën penale të shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Ata nuk kanë marrë asnjë nga masat e parashikuara nga ligji në kuadër të mbrojtjes së territorit, si dhe drejtimin e zhvillimit të territorit. Ju drejtuam komunës së Petrelës. Për shkak të një mbledhje në prefekturë, kryetari i komunës nuk gjendej në zyrë, ndërsa zyrtarët e tjerë të këtij institucioni na sqaruan mbi procedurën e ndjekur për këtë ndërtim. Sipas komunës Petrel, për subjektin në fjalë është marrë leja e ndërtimit më 6 mars 2014 dhe shkresa mban protokollin 36. Shkreca zyrtare i është dorëzuar Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit në muajin nëntor të 2014, që ky vendim të hidhej në regjistër, por procedura nuk është bërë nga AKPT për shkak të një problemi teknik të sistemit. Makineritë në këtë tokë nuk po punojnë, ndërsa hapësira sipas NUK ku do të ndërtohet ky kompleks banimi është 24.500 m2.